Miqtë Prizmus. Sot deputetja e Shkodrës, Mariana Koçeku, kishte botuar edituar disa po themi fake adresa. Ashtu si kundër ka edituar edhe Edi Rama, fake adresa që e sulmojnë. Po dhe Mariana këtë punë kishte bërë, sepse sigurisht e shajnë, i kërkojnë dorëzimin e mandatit. Ajo kishte fjalën pikërisht ke dorëzimi i mandatit. I thoshin dorëzoje mandatin, pastaj edhe mund ta shajnë se ka të keq edukuar dhe pa edukat sa të dush. Mund të sulmojnë me gjithfar fjalësh dhe gjithfar. Nëse kur je politikan dhe kur je deputete dhe kur merr përsipër ti je e tillë, të kesh edhe Instagram dhe të kesh edhe Facebook patjetër që kanë për të ndodhur, përndryshe mbylle ose bëje me limite dhe bje rehat. Por ajo kishte thënë që sigurisht të mandatin mund ta dorëzonte, por ajo e do tash për ta përdorur drejtësisht ashtu siç mendon. Edhe normalisht jepte disa mendime të cilat tashmë i di. Gjithsesi unë jam nga ata njerëz që nuk i kam kërkuar dhe s'do t'i kërkoj kurrë ta dorëzoj mandatin. E para se nuk jam një socialist dhe nuk më bën përshtypje. Nëse e ka atë mandat apo se ka atë mandat. Dhe kjo është e qartë. Por kryesorja është se Mariana Koçeku nuk e ka merituar kur e ka marrë. Dhe unë do argumentoj pse e meriton sot. Mariana Koçeku kur mori mandatin ka fyer qindra, mijëra socialist në qarkun e Shkodrës. Dhjetra vajza të cilat sigurisht kishin kontribute edhe gra që kishin kontribute më tepër se sa ajo. Dhe për më tepër edhe katolike. Ka fyer jo vetëm qytetin, po dhe periferitë e tij, suborget e tij, fshatrat, krajinat. Sepse sigurisht nuk kishte asnjë kontribut dhe sigurisht nuk e meritonte. Ajo i ka parë pa pik turpi dhjetra socialist kur realisht mund janë thyer të gjithë ligjet e fizikës dhe të gravitetit, gravitacionit për të katapultuar ajo, për të ngritur ajo në hava. Janë shkurdisur ligji gravitacional që mos kishte më asnjë lloj pengese për të fluturuar një lartësi të tillë. Në moshën e saj dhe pa asnjë lloj kontributi, pa vërtetuar një herë ç'mendim politik kishte. Ajo i shifte drejt pas drejti në sy dhe ngaherë edhe serbes. Njerëz që kishin dhjetra kontribute që ju kishin thënë na marr komunistat, shelbur, marr spionujt, komunizmit, kishin duruar gjithfar marrëzierash në Shkodër, ishin përplasur, ishin përballur me gjëra të tilla. Dhe thoni ju, që janë këto patetizma. Shiko, patetik jeni ju, që ju thoni patetizma këtyre. Sepse sigurisht, meritokracia këtë ka në bazë, kontributin. Jo çfarë vendos kryetari për kontribut që duhet të kesh ti. Ne kam kollaj të flas, sepse unë nuk jam pjesë e Partisë Socialiste dhe pjesë e asnjë partie politike dhe nuk do të jem sa të kem frymë edhe sa t'i bjerë drita e diellit tokës. Se sigurisht jam i neveritur. Normalisht i marr pjesë, them gjërat e mia dhe kam miliona kontribute më tepër se sa Mariana. Por Mariana e pranoi dhe i pa të gjithë në sy. Dhe nuk pa vetëm ata, po edhe demokratët që kanë dhjetra kontribute edhe ata, përballje edhe ata. Kjo nuk i kërceu sipër vetëm socialistave dhe demokratëve. Dhe për më tepër, ju kërceu dhe dugagjinasve. Shumë prej dugagjinasve të cilët kishin shkrime, kishin prononcime, kishin përballje.
jo vetëm për Dukagjinin, për tokën e tyre, për religionin e tyre, por dhe për qytetin e Shkodrës, edhe për politikën. Ato pak të majtë që ishin edhe shumë të djathtë, kjo ju kërceu, u bë përfaqësuesja e tyre. Pa një kontribut, vetëm me kecin e mrekullueshëm dorë, edhe nuk e di, bujtinë e saj, ky ishte kontributi, bujtina që sigurisht i jep të ardhurë asaj. Atëherë ishte ky mandat i pameritueshëm. Fare i pameritueshëm, pa asnjë lloj merite, në padrejtësinë më të madhe dhe fyrjen më të madhe të politikës, të gjithë politikës shkodrane. Omni 360 gradë. Socialistë e demokratë së bashku. Sot nuk ka pse e dorëzon. Ai mandat të si saj është një mandat si fajli korruptuar. I takon vetëm asaj. E ka pranuar vetëm ajo. Le ta përdori ajo sepse në atë mandat nuk ka ndërgjegje politike, memorie politike. Nuk ekziston asnjë lloj morali politik në atë lloj mandati që ka marrë. Pavarësisht se Mariana nuk ka bërë ndonjë gjë. Absolutisht është vajzë e mirë, nuk ka asnjë lloj lidhje as me korrupsionin, as e kam fjalën si mandat. Ai mandat është pikërisht është një corruption file. Ashtu duhet të qëndrojë ke Mariana, nuk i takon asnjë njeriu tjetër. Aty nis dhe mbyllet. Atëherë ka qenë i pameritueshëm. Në një moment që do të ishte një tjetër, do ishte shumë më me merit. Ke Mariana jo, tashti është i saj. Dhe ndoshta, kur ta përdori vetë, të përbadhet vetë, të filloj kontributet vetë, mirat të këqija, dhe kontributat vërteta, jo marrëzirat që nisi të thoshte për gegnishten e ku diun kështu budalliqesh që sigurisht nuk i takonte, sepse jo vetëm që është e vogël, po ka gjëra më të rëndësishme se sa ato. Ka kush merret me ato. Mbase tash mund i vijë ajo ndërgjegja, përgjegjësia politike e morale. Mbase tash mund të hyjë në punë. Atëherë kur e mori jo. Pra për mua duhet ta ngëzojnë ajo këtë mandat. Shpresoj ta përdori për mirë. Ai nuk është mandati socialistëve, ai është mandati i korruptuar. Është dhënë gabim që në fillim, është falur gabim që në fillim. Tash duhet lënë kjo zënjusha, të shohim se si do ta përdori. Do ta përdori normal, do ta përdori me përgjegjësi politike, moral politik, apo siç e mori, pa përgjegjësi politike, pa moral politik dhe pa kontribut politik. Pa kontribut politik, shoqëror dhe qytetar. Sidomos pa kontribut qytetar. Dakord?